Rrugë të brendshme të amortizuara, kanale dhe sisteme kullimi që kërkojnë ndërhyrje, ndërsa banorët thonë se vëmendja e pushtetit vendor ndaj problematikave të fshatit ka qenë e papërfillshme. Në Frakull të Madhe, banorët ngrenë shqetësimin për gjendjen e infrastrukturës së brendshme dhe mungesën e investimeve në disa prej shërbimeve bazë. Sipas tyre, problemet janë të hershme dhe pavarësisht kërkesave të përsëritura, ndërhyrjet konkrete kanë munguar. Një prej banorëve shprehet i revoltuar për atë që e konsideron si mungesë të përkujdesjes institucionale deri në braktisje. Sipas tij, nevoja për investime në rrugët e brendshme, të cilat janë në gjendje të keqe, të amortizuara dhe të degraduara, në kanalizime është injoruar nga pushteti lokal, i cili në vend të investimeve ka ofruar heshtje dhe braktisje. Na duan dhe kujtohen vetëm kur vinë zgjedhjet, ndërsa më pas problemet tona harrohen, po na detyrojnë të largohemi nga vendi se mungojnë investimet dhe shërbimet bazike. Ajo fshati është përfaqësuese që parti ato me kaldreme, me gure, me të gjitha. Ata do vendorë të pakën për kulturë më shumë, pa le për gjëra të tjera. Fshati i bukur, po rrugët jo të mira. Tu ka 40 vjet që nuk është vepruar. Ja dhe kanali ku ka shikuar besoj. Unë kam 40 vjet. Me këtë shtëpi, që kanali është po kështu. Ja kanalu dia ata këtu, kam bërë këtë veprim të thjeshtë. Tash ne themi të jetojmë në Shqipëri, mos ikim dhe në plejse, të rinj kanë ikur, ne kanë ikur. Pse e keni suar në përmend të largoheni? Po, patjetër. Po se çfarë do bëjmë këtu ne? Në pension e kemi punuar një jetë të tërë dhe pension mirë. Pensioni është pothuajse minimal. Do një njeri në një jetë të tërë merr 120 euro. Sa vite keni në këtë gjendje? Unë kam 40 vjet po kështu. Pa investime? Pa investime. Ja dhe kjera e ura atje poshtë nuk ka as parmak që të kalojnë. Të kaloj unë atje në bjerë dhe makina me. Ka parmak atje. To janë investimet që lekët edhe mund të kenë qarkulluar, po se ku kanë vajtë nuk e di. Themi ne pa, se çfarë bëjnë ata. Ju e keni mbështetur pushtetin lokal? Patjetër. Gjithmonë, unë jam një ata që kam votuar dhe kam shumë vota. Bile më kanë kohë ndihmja 2 herë dhe i kam refuzuar. Jo se nuk dua të votoj, por për kësaj të ndërtimi apo të pasojë që ka. Ata e kanë justifikuar mbështetjen dhe ndihmën tuaj? Nëse njohin fare deputetin se kush është. Kush është deputet, nuk e njohin fare. Ndjeni të braktisë? Patjetër, shiko, të vesh se po bëjmë bisedë dhe kjo mund të trashëtohet e mirë. Të vesh në postel të kanan shaka, se unë jam i shkolluar pak shumë në shkollë. Të vesh të kanan shaka lëmë mend të kokës. Edhe lagjet janë të asfaltuar të shtëpia, parmak. Tu va despera e 17. Banorët thonë se taksat dhe detyrimet vendore paguhen rregullisht dhe e presin që këto të shoqërohen dhe me shërbime dhe investime në komunitet. Problematikat bëhen më të dukshme, sidomos në kushtet e motit të paqëndrueshëm, ku rrugët e amortizuara dhe mungesa e mirëmbajtjes së kanaleve krijojnë vështirësi për lëvizjen dhe jetën e përditshme të banorëve. Ata kërkojnë që Frakulla e Madhe të përfshihet në planet e investimeve të pushtetit vendor dhe që problematikat e infrastrukturës të marrin zgjidhje konkrete e jo vetëm premtime. Banorët apelojnë për një vëmendje më të madhe nga institucionet vendore, duke kërkuar që nevojat e komunitetit të mos mbeten vetëm pjesë e debateve elektorale, por të kthehen në projekte dhe investime konkrete.